Bismillahirrahmanirrahim. Po vazhdojmë me pjesën e fundit surës Muzammil, atu ku e lam herën e kaluam rreth peizazhit të kësaj sure. Pra, peizazhi njeriu t'i mbyll syt e të lundron në kuptimet, domethënie dhe përfytyrimet e saj. Pra teksa e lexon, teksa e kupton, teksa e mediton, teksa i qasës asaj e ndjen, e sheh, edhe mbi të gjitha bëhet shkak që ti të lëvizësh, të bëhesh i dobishëm për shoqërinë edhe vendin ku jeton e ku vepron. Po mundohemi shkurtimisht vetëm edhe disa kuptime nga tesuiri, nga peizazhi, nga ajo që mundemi ose tash po e kuptojmë teksa po i qasemi asaj. Allahu i madhruar po e vazhdon edhe një herë atë betejën kështu verbale me Kurejsht. Pra teksa po i tregon që ai pejgamberi alayhis salam është që nga filli ato, që nga fillimi e me ta, edhe shansa e tyre për t'ia gjetur në Itmet ka qenë 40 vjet, pra një shumica e moshës, sepse jetën që e ka jetu pejgamberi alayhis salam, pasi që i ka zbritur shpallja, ka qenë shumë e vogël, 23 vjet. 10 ka qenë Mekë edhe 13 Medinë. Kaq. Mirë, po paraprakisht i ka jetu 40 vite, pra ka jetue, është martue, ka pas fëmije, ka bo tregtie, ka pas poste, është përzime ata, e kështu më radhë. Tek asnjëra s'kan mundur me i gjetë asnjë gjë nëpërmjet së cilës ata munden me një llosat. Allahu pastaj po jep një shembull gjallë, një shembull nga e kaluara, për cilën ata dinë, kanë lexu, kanë njohuri tek librat edhe lajmet që kanë arritur tek ata nëpërmjet njerëzve, gjeneratave e kështu me radhë. Allahu po të tha asa Firaun. Pra, çashtu qysh kemi tërgu tek kjo pejgamber, kemi tërgu edhe tek një njeri i cili ka qenë mizor, kriminal, sikurse ju, ndoshta edhe më keq. Bila ai është baba ju, ai është shembulli se si ju sillni keq, ose tek ai e gjeni domethënë energjinë e gjallënin që me vazhdu me qenë mohuese krynesh ndaj pejgamberit alayhis salam. Allahu po thotë çashtu që shihni ju krynesh, ka qenë krynesh edhe Firauni ndaj Musës. Tha asa Firaunu Rasul, edhe Firauni çështu njëjt bile fe. Njëjt sikur jo çështu më një herë, pa e ngue, pa e meditue, pa e fiqiru, pa thon ka dalë betnala një herë të mendoj këtë fjalë, këtë fjalë të këtij burri, se çka po më thot, ose ku po dëm më ndërgu nëpërmjet kësaj fjale. Tha asa Firaunu Rasul, hiç pa menu nga arroganca dhe nga ajo shtypja që ja bënte popullit vet, e që si pasojë bënte kështu një njeri të gjithë pushtetshëm, derisa arriti puna aty ku domosdoshmë pretendonte veten që është Zot. Fa akhadnahu akhdan wabila. Vetëse kur e kena kap, kur e kemi dënu, momenti kur kemi vendos me shkatërru atë njeri, me asgjësu, ka qenë dënim shumë i tmerrshëm, dënim domosdoshmë i rrëmbyeshëm, dënim domosdoshmë i pakthyeshëm, dënim i papërsëritshëm. Ka qenë wabila. Domosdoshmë e ke pa njeriu kur e bën një punë kështu që djersitet kështu në mënyrë të pashembull, dënimi shumë dënim i rrallë është, vetëm kur e mendon njeriu djersitet, tutet, edhe zbrapsut, se lere me e shiju, e me e provu, e me u përball me ta. Fa akhadnahu at. Domosdoshmë edhe juve ka mundësi mi u kap që kemi për shkak të pejgamberit alayhis salam, për shkak të atij njeri, për shkak të beslidhjes që e kena bërë me ta. Takimi ynë edhe betejë jonë përfundimtare për llogaritja e fundit e juve do të jetë ditën kur takoni me Allahun e Madhnuar. Fe kejfe të takun. Domosdoshmë po tregon përfundimin e atij e pi thot fe kejfe të takun. Ndoshta këtë botë pështoni po çysh do të jetë puna ju kur dilni për Allahun e Madhnuar. Fe kejfe të takuna këtu ka takdim. Fe kejfe të takuna yawman in kafartum. Edhe ka për yawman. Ai ditë domosdoshmë por derisa po ajopëm këtë domosdoshmë kohëzgjatje, dije se për çdo ditë kena fjalën. Mi po, fe kejfe të takuna in kafartum. Çto është problemi? Që është doni me shpëtu atë ditë nëse mohoni, nëse bani përgënjeshtrus, nëse bani krynesh. Yawma yaj'alul wildana shiba. E ka pruat fëmijën e vogël, ka thonë kur edhe ai fëmia i vogël thinjet. Me tregu se ai ditë është e jashtëzakonshme. Nuk është ditë normale. Çdo gjë në ditë është domosdoshmë në të kundërtën asaj çka ka qenë këtë botë.
Edhe po ta tregon tash një sen, e para kur fëmia thinjet. Realisht fëmia kur lind, ajo është domethënë zhvillim e sipër. E dyta, as-sama'u munfatirun bih. A ditë edhe qielli qahet. Pra po të jap disa kështu pjesë domethënë të një filmi, s'po të jap këtë filmin, ama edhe çito që po të jap tregon se jeni më e ditë është pak e rëndë. Është ditë me gazepe, a? Edhe ata që e kanë mbajt vetëm për të mëdhaj njerëz të pathyeshëm me kështu me radhë, a ditë gjënjëzohen. Limen il mulkul yawm. I kujt është pushteti sot? O ja matin këtu s'ka përgjigje. Krejt heshtin. E për me Ibn Xhauzi. A ditë domethënë ndalen zonat e kështu me radhë. A ditë nënshtrohen edhe ata kriminalët më mëdhenj. Kana wa'duhu maf'ula. Ose çorja e qiellit, ose thinje aty të voglit, ose ardha e kësaj dite, ose takimi ynë për cilin domethënë kemi premtu, au kemi fol, au kemi kallzu, au kemi paralajmëru. Kana wa'duhu maf'ula. Premtimi aty Allahut mandum. Ajo është vetë se i krym. S'ka kush i del kafshi, s'ka kush e nal, vetë sa e ka kohën e vet, vendin e vet, mënyrën e vet. Ato s'mund askush me u përzi. Nuk mundet askush as me e përshpejtu, as me ngadalsu, as me ja vonu ritmin edhe implementimin. Inna hadhi tadhkira. E tash në këtë botë na kemi lanë të lirë. Për gjanave që e dallon njeriu nga kafshët, nga krijesa të tjera, është kjo. Njeriu është i lirë. La ikraha fi din. Pra në sura Bakara, ku nuk të përplas, ku nuk të çon, me çka nuk të takon. Allahu pas gjithë atyre dispozitave, rregulla, mësimeve, orientimeve, ballafaqimeve, me kronologjisë nga e kaluara, Allahu në fund thot la ikraha fi din. La i thon nafia lil jins. Në asnjë mënyrë, në asnjë vend, ndaj askujt, s'ka dhun fe. Në fe s'ka dhun. Njeriu kur e pranon fen duhet me pranu me tërqenjen, me dëshirën më të madhe, me bindjen më të plot, më të pathyeshme nga thellësia e zemrës. Ndryshe edhe nëse futesh gjithmonë ose e ke pranuar përkohësisht jo realisht, ose gjithmonë do të jesh njeri domosdoshmë i lëvizshëm, jo i qëndrueshëm. Inna hadhihi tadhkira. Kjo është këshill për kujtim për juve. Ju pastaj e keni në dorë në ju që të ktheheni, e të pendoni, e të dilni në mbrojtje e pejgamberit alayhis salam, në atë mënyrë ta fitoni krenarin. Edhe të atyre për rreth, domosdoshmë t'ju shtohet e t'ju beton ose le të themi të ju betonizohet madhështia ju, ose të dilni kundër, ta luftoni, ashtu siç edhe bët, ta përndjekni e të shpiftni ndaj tij, në atë mënyrë domosdoshmë ta merrni për çmimin e kësaj bote, deri ditën e Kiametit, edhe realisht atë dënimin meritor që do ta merrni e do ta keni si hise, me atë do të ballafaqoheni në ditën e Kiametit. Faman sha'a ittakhadha ila rabbih sabila. Pra në edhe në surën Naba, o vëllezër, surja e atij lajmit të madh. Jo çfarë do lajmi, lajmi i madh. E çfarë është lajmi i madh ditë e Kiametit? Amma yatasaalun. Pra në për shembull njeriu kur shkon në fakultet, e sheh atë plan programin, e sheh rëndësinë, i sheh për shembull ato rregulla se nuk do të mungu kaq e kaq, e sheh për shembull seriozitetin e atyre profesorëve e doktorëve kështu me radhë, edhe në fund thot, a thumore kjo shkollë, pse është ndërtu, a thu pse bashkë këtu, a thu për shembull pse 5 kate. Amma yatasaalun. Për çka ata e pyesin njëri tjetrin? Ani nebel azim. Për këtë lajm të madh, për këtë ditë të madhe, për këtë takim të pangjashëm. Faman sha'a ittakhadha ila rabbih sabila, tek Zoti i tij. E tash kur don nga ata, kur do shoft ata kurejisht ose ata që vijnë pas tyre, ittakhadha ila rabbih, tek Zoti i tij. Sa është i mëshirshëm Allahu, gjithmonë piknisja e raportit të Zotit me neve është mëshira. Të tillë vëllezër do të mi pas edhe na raportet tona me familjarët tonë, me kundërshtarët tonë, me ata që nuk dinë, me ata që janë ignorant, me ata që bojnë zullume kështu me radhë. Piknisja e raportit të Zotit me neve është mëshira, është butësia, është gjithmonë me jep njeriu ta fat. Krejt fund dëshkimi e largimi e distancimi. Pra në edhe Kur'ani fillon Bismillahirrahmanirrahim. Sayyid Qutb thot që ky thot është realisht ajo marrëdhënia e drejtë, e saktë edhe reale. Jo ajo çka thonë njerëzit ose bile edhe fetarët. Nuk është ajo. Për shembull, kapi neve, për shembull, prej fetarëve, pi hoxhallarëve,
pe thirrcave, pe ulemave, pe atyre dietarëve, kokave, shëmbëltyrës së umetit, gjithmonë ka pe tyre që mendojnë që ashpërsia duhet me qenë ajo piknisja e raportit me familjen, që besa me vetveten. Për shembull ka pas sahabi vëllazër që baba i tij e ka qit në gjysh, e ka shut tek gjykatësi. Në atë kohë ka qenë gjykatësi kryesor, ai vendimtari në vendime ka qenë pejgamberi alayhis salam. Para mëna është detyru baba me dërgu djalin e vet në gjysh te pejgamberi me thonë që ky njeri piknisjen e raportit ti me Zotin e ka shpërsim. E ka që njëherë Zoti dënon, tani është problem. Edhe pejgamberi ka hek derisa është detyru me jep alternativa për shkak se s'ka mujt me bind që piknisja e adhurimit tonë, e përpjekjes tonë duhet me qenë lehtësimi, jo shtrëngimi, jo mjerimi, jo për shembull gjithmonë vajtimi, mërzia. Duhet me qenë lehtësimi, me qenë lumturia. Njeriu kur bëhet musliman duhet me qenë njëri më i lumtur këtë botë. Mërzia duhet me qenë aksidentale, duhet më mërzi për shkak se ai tjetri që është që ti nuk e ka atë që ti zotron. Po, pejgamberi ka thonë, zbeson dikush prej neve që flan e fshinin e ka unë. Ai flan është ngop, nuk e di ku është pe gjumit për shkak se ka hangër mirë. Ai baki afër ti s'ka më hangër bë. Po qysh ka mundësi na me ditë kur na nuk folim njëri me tjetrin. Ti ndoshta vëlla e ki e se shë me muj. Maksimumi që ti fol me ata është që tu tek dera. A shtëpia ti keni ngjitas. Ai e mirë çfarë bën thotë edhe është këshiri ky. Vëlla e ka pranë, vëlla gjakut është rrit me ata, ka flajt me ata, është la me ata. Si ka mundësi me ndodh kjo? Ndodh pikërisht. Domthon ti flan i ngjit, i ngopur se s'ka mundësi me ditë ai vëllait ka se ti s'e me muj ata. E pejgamberi sa ka 3 ditë. 3 ditë edhe më i mirë ka është ai që ai pari domthon ja fillon me selam. Shkon me lekar transmetim që pak e prek. E ka bën kur e prek kuptimin që s'jam i domthon i dhrum me ty. Na dhe selamin kur e japëm domthon për faqe të zezë. S'ka shije atë. Vana edhe kur ta jap të bën domthon më shumë nervoz atë. Se edhe mënyra është atë domthon irrituese. E dyta, nëse i kthehemi edhe një herë shpejt kështu në taswir, fa asa Firaun Rasul. Domthon s'ka rëndësi kush ka qenë ai që është dërguar tek Musa, pra nuk i zhduf me kanë kështu problem emri. Pra nëse i zhdasht me pas mes Kurejshve dhe pejgamberit alayhis salam, mos pajtim, i zhduf me kanë ajo se çka po i thirr pejgamberi, jo emri i tij. Pra asnjëherë Kurejshët, sepse kanë qenë të bindur, dhe unë më duket e kanë përmendur tek ligjëratat e Davetit se në fillet e zbritjes Kur'anit kanë shku fshehta zet, e kanë dëgjuar deri në mëngjes. Momenti kur ka agu, domthon mëngjesi, ata kanë ikë dhe janë përplas njëri me tjetrin. Pra kanë qenë të bindur se kjo fjalë që po ju lexohet, po ju transmetohet nuk është fjalë e njeriu, nuk është e krijuar, nuk është e përpiluar. Mirë, po problemi i tyre ka qenë pejgamberi alayhis salam. Bile edhe ofertat kur ja kanë hap atij si person. Po nuk kanë qenë gjendje me të i kalu edhe zakonin, veç me u ndal. E Allahu po të thasa Firaun Rasul, pa përmend Firaunin, e amnin pja tregon, me e marrë kështu si shembull, edhe me e studiu si personalitet. Çfarë personaliteti ka pas në mënyrë që është më shumë thelbësisht me e kuptu këshillën e Zotit, Allahu po të Rasule. Po e bjen domthon të shqume, në mënyrë që me pas kuptim ajeti paraprak i cili ka ardhur domthon në trajtën e pashqume. S'ka rëndësi ai Musa alayhis salam ka qenë. Po s'ka rëndësi emri. Bile ka qenë edhe Harunin, nga njerëz Zoti e hiq Harunin, e përmend vetëm Musa alayhis salam. Edhe unë pak më herët me shok thash, për shembull Firauni ka pas nga një herë të lehtë me ia gjetë disa defekte Musa alayhis salam. Pra Musa kështu si domthon si personalitet ka qenë pak njeri i ngocur, ka qenë pak njeri emocional. Edhe këtë kështu tekstualisht e gjeni surën Qasas. Domthon kur e vret atë njeriu. Edhe një vëllezër si e vret, sikurse për shembull sot unë me dal atje me atë klikën tem me hall, edhe ndaj shokut që ka fuqi kështu është i fortë për shembull, që zakonisht ndodh kështu në shkollat fillore, në klasën 8-9, kur kapen dy grupe, ajo paralelja domthon 8-3 ose 4 me 5 ose me 6 që na ka ndodhur edhe neve ata shok që ndëgjojnë këtë ligjërat e di që çeshin. Edhe normalisht ai që është më i fortë e merr këtë që është pak emocional, por që ka fuqi edhe ta shkojnë njëri më ka nguc.
Pa në ky as nuk e vet pse të ka nguc, pse bash ty, pse bash këtë kohë, pse këtë mënyrë, ai drejt po të shkon e rreti. Edhe Musa alayhis salam ka qenë pak domthon kësaj lloj personaliteti ka qenë njëri pak i ngutshëm, emocional. Edhe ka godit njërin, domthon as ka pas fuqi kur e ka godit, e ka qenë në tokë, nuk ka e ka myt me njëherë, e ka myt. A kupton? Allahu sikur po i thot mos u merrni kështu me Muhamedit alayhis salam kështu me pas këtë lloj mos pajtimi pse ai është i juve, pse bashkë, pse jo dikush tjetër. Këtu në surën Muzammil un po e nxjerr u merr tash, po tash më kujtohet edhe në surën Furqan Zoti e përmend këtë gjë. Sa ta thoj mali hadha rasuli yakulu ta'am. Çfarë puna ti pejgamberi ky han ushqim. Pra, ata duin diçka të jashtëzakonshme. Pse ky është njeri? Pse duhet një njeri ne jo me na udhëheq? Allahu bash në të njëjtën sure, edhe në të njëjtin varg thot po të kishin ai do melek. S'kishin shembull i duhur për juve. S'kishin mujt me ndjekat, s'kishin mujt me i përngjati. Ma mirë që ka orë kë, po sikur ju të mendoni pak më shumë, sikur dilni për te hunës, t'ju e shihni që realisht kjo është begati e Zotit. Sikur se ju ka ndodhur jehudëve. Momenti kur s'ka orë pi anës tyne, këtë ato shpresat, këtë ato mendimet e mira, këtë ato lajmëresat për këtë njeri që do vije, i kanë hudhur. I kanë dalë domthon, i kanë mohu, ose i kanë fsheh. Edhe as-sama'u munfatirun bih. Pra dhe sa njërë kështu të vazhdueshme, edhe në të gjitha kohrat qielli është i falli siguresa. Vetëm kur e ngret kështu kokën njeriu edhe i shet orat të shkapërdelura, ngjyra, aq i bukur, vallahi t'ia frymzema. As-sama'u munfatirun bih. Edhe ka pun këtë mënyrë, se ka pru me folje, ka pru domthon me emër, si kurse ja përgjet. Pra kjo gjë a dit, domthon i pëlqet krejt gjendjet. Krejt ato domthon që kanë qenë para prake ose paralele harrohen. Domthon as-sama'u munfatirun bih. Edhe çaj qielli që ka qenë sigurisë, tek i cili një knasë, keni gjetur hati, keni po hallën e diellin, ka qenë domthon burimi i jetesës, aja dit pëlqet. Shkatërrohet. Edhe qëtë domthon për te asaj. Kana wa'du mafula, sikur jam si pejgamberi alayhis salam, premtimi i tij është i pathyeshëm, është i pakthyeshëm, është i parezistueshëm, vetëm se ti vazhdoje përpjekjen. Kjo ato që po më kujtohen, ndoshta në herë tjetër kur ti bëjmë të suir, Allahu na jap frymëzime të tjera. Inna rabbaka ya'lamu annaka taqum. Deri në fund, kur e tregon që ti falësh 2/3 të natës, gjysmën e saj, ose 1/3, wa ta'ifatu min alladhina ma'ak, dhe ata që jenë me ty e bojnë njëjtën gjë, ndjekun ty, të kanë shembull, adhurimin bashkësisht më i mirë, inna rabbaka ya'lam. Allahu po i thot, ne e dim që kjo punë ka qenë e vështirë, s'ka qenë punë e lehtë, sepse paraprakisht nuk e ke bë, paraprakisht në beslidhje, marrëveshje tek ato nenët me shkolla të gjata, jo kështu marrëveshje e ke po kur e nënshkruan qof komuna, po kur merr një shtëpi me qira, kështu më radh, e ke pas se si i zvogël ato gjermat, që mos me pas nerva me lezu. Ja. Këtu mirë lexoj marrëveshje një herë, që pastaj mos me pas asnjë arsye me thonë këtë nuk e bën, ose nuk e pas na ditë, nuk e pas na kuptu, gjitha kanë qenë qarta. Kur është nënshkru, mas asaj s'ka pas mo këtë mbrapa. Inna rabbek, Zoti yt, edhe momenti kur ta ka licu këtë punë, momenti kur të ka urdhëruar me këtë punë, i mëshirshëm ka qenë me ty. Edhe vazhdon gjithmonë me qenë i mëshirshëm, mirë po, nganjëherë duhet me shiju pak të gjona të tilla, mënyrë që kur përballesh me ato realet, je tip top, s'ki asnjë problem. Inna rabbaka ya'lamu annak. Zoti domon e din mirë se sa ki vështirësi, sepse ki punë ditën, ki familje, ki fëmijë, ki gale, ki smunje, ki dhimbje. Inna rabbak. Allah i mandueshëm e din mirë sa hek, mirë po duhet me kalu disa gjana, duhet me kalu në për disa therra që mu kalit e mu formu që kur bash shëmbëltyr e gjallë publike për tjerë